Deputetët e Majta e të Djathta u bashkuan për të ngritur shqetësimin dhe rritjes së fenomenit të krimit dhe dhunës ndaj grave. Aleanca e Grave Deputete do të nisë një aksion kombëtar me qëllim sensibilizimin e të gjitha institucioneve kundër këtij fenomeni, që gjatë viteve të fundit ka kapur shifra të rënditëse. Me qindra gra e vajza sot hezitojnë të shkëputen nga cikli i vazhdueshëm i dhunës, sepse ende kultura e pranimit të dhunës si pjesë e marrëdhënieve familjare ekziston, sepse nuk dinë ku të drejtohen, sepse nuk kanë besim të organet e rendit apo tek organet e drejtësisë, sepse në thelb nuk kanë një mundësi për të jetuar të vetme bashkë me fëmijët e tyre. Deputetja demokrate Majlinda Bregu depozitoi në kuvend një propozim për ndryshimet në Kodin Civil, që lidhen me mediat online, të cilat janë të detyruara të fshin nga faqet e tyre të gjitha komentet fyese që denigrojnë figurën e gruas dhe të vajzës. Nisma e Aleancës së Grave Deputete është mbështetur nga presidenti i Republikës Bujar Nishani. Në një njoftim për shtyp bëhet e ditur se presidenti Nishani i fton zonja deputete në një takim konsultues dhe koordinues për të çuar përpara një proces konkret të angazhimeve institucionale.